Parandaloni hemoroidet me këto këshilla të dobishme. Hemoroidet janë një problem shëndetësor i zakonshëm që prek miliona njerëz në mbar botën, por shpesh mbeten temë tabu për tu diskutuar hapur. Ato paraqiten si vena të zgjeruara dhe të fryera në zonën e rektumit dhe anusit, të cilat mund të shkaktojnë shqetësim, dhimbje, kruarje dhe ndonjëherë gjakderdhje gjatë jashtëqitjes. Edhe pse zakonisht nuk përbëjnë rrezik serioz për shëndetin, hemoroidet mund të ndikojnë ndjeshëm në cilësinë e jetës së përditshme. Faktorët që kontribojnë në shfaqjen e tyre përfshin kapsullukun kronik, qëndrimin e gjatë ulur, mungesën e aktivitetit fizik dhe një dietë të varfër me fibra. Njohja e shkaqeve, simptomave dhe mënyrave të trajtimit është hapi i parë drejt lehtësimit dhe parandalimit të tyre. Të gjithë flasin për trajtimin e hyre, por si mund t'i parandaloni ato në vend të parë? Shmangni qëndrimin e zgjatur ose shtyrjen e fortë gjatë jashtëqitjes. Këto veprime rrisin presionin në venat anale dhe kontribojnë në formimin e hemoroideve. Reagoni menjëherë ndaj nevojës për jashtëqitje. Shtyrja e këtij procesi mund të çojë në tharje të feqeve dhe vështirësi në dalje. Konsumoni mjaftueshëm lëngje gjatë gjithë ditës. Uji ndihmon në zbutjen e feqeve dhe lehtësimin e lëvizjes së zorrëve. Përfshini më shumë fibra në dietën tuaj. Ushqimet e pasura me fibra, si frutat e freskëta, perimet dhe dritërat integrale, ndihmojnë në ruajtjen e një sistemi tretës të rregullt. Sipas udhëzimeve, gratë duhet të synojnë rreth 25 gram fibra në ditë, ndërsa burrat rreth 35 gram. Qëndroni fizikisht aktiv. Aktiviteti fizik stimulon lëvizjet e zorrëve dhe parandalon kapsullukun. Përdorni laksativ ose klizma vetëm me rekomandim mjekësor. Përdorimi i shpeshtë apo i pakontrolluar i tyre mund të ndërhyjë në funksionimin natyror të zorrëve. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.